Hajde në ju tjerët. Qofi faqemare. Shtrënguan dorën e pajtimit duke i thënë fund të gjakmarrjes pas 13 vitesh. Në derën e kishës Shën Anibale në Planet të Lezhës, familja Pjetër Ndojit i ka falur gjakun e vëllait të vrarë familjes së Nduaj Palokës. Nëpërmjet të dhimbjes, familja Ndoj përçon dhe një mesazh të fortë në shoqërinë shqiptare, atë të faljes së gjakut. Fjalën do t'ja moj. Kanë qenë falën dhe janë falën. Zoti qoftë me te. Zoti qoftë me ty dhe me ata të cilët janë gjaku jote gjithësisht. Për familjen Paloka, së cilës ju fal gjaku, për ultësia ndaj gjesit të familjes Ndoj është nderim, ndërsa shpreh falënderimin e thellë ndaj këtij akti, që sipas tyre ndërmerret vetëm nga burrat e vërtet. Kam një moral të madh sot, që më krijuan mundësitë përmes një familje shumë të shnosh, shumë të moralishme, shumë njerëzore, shumë trime. Nuk është familje që nuk di të bëjë hakmarrje, por di të falë edhe di të ndojnë punë trimërinë njerëzore, jo trimërinë zgjakdlerëse. Falja e gjakut dhe shuarja e hasmërisë mes familjeve Ndoj e Paloka u krye me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Komitetit të Pajtimit Ndërkombëtar të Gjashjeve. Dera e Pjetër në enojt që sot është shtu me ne dhe ka dhimbjen, por mbi gjitha ka edhe ndjenjen për të çuar një mesazh për gjithë shqiptarët. Familjet e Ndoj e Paloka ishin në hasmëri prej 13 vitesh pas vrasjes së Pjetër Ndojit, ndërsa autori i krimit është dënuar nga drejtësia me burgim të përjetshëm